Përshëndetje dashur miq të emisionit Avantazh. Jemi përsëri sot së bashku me një temë tjetër nga lashtësia. Shpesh është përfolur dhe përflitet historia e lashtësisë dhe shikohet në këndvështrime të ndryshme sipas historianëve dhe njerëzve të ndriçuar të lashtësisë. Por, si duket kjo histori nga këndvështrimi i Herodotit? Si mund ta shikojmë këtë histori të sqaruar prej tij? Për këtë sot do të flasim në këtë emision ku të ftuar do të kemi zotin Gjergj Nezha, studiuesin i cili ndodhet në Francë aktualisht. Përshëndetje dhe mirë se erdhe Gjergj dhe sot. Përshëndetje, mirëmbrëma dhe kënaqësi që të jemi në emision. Dihet që lashtësia ka shumë historian, shumë studiues, shumë njerëz të lartë të cilëve u referohen studiues të sotëm, por që sot ne kemi vendosur të flasim për Herodotin, por jo vetëm, edhe për të tjerë do flasim, por kryesisht për Herodotin. Çfarë do na sillni në këndvështrimin e Herodotit? Çfarë do na tregoni sot? Çfarë ka thënë Herodoti për historinë e lashtë Gjergji? Herodoti pra lindi në vitin 484 në zonën e Karis, në Azinë të vogël në Halikarnas dhe vdiq në vitin 425. Herodoti pra njihet si babai i historisë. Dhe Herodoti jo vetëm që është babai i historisë, por është babai i shkencave sociale, babai i etnografisë, babai i analizës, babai i politikës, babai i si thua, ka gjeografi brenda, ka mitologji brenda, ka teologji brenda, ka çfarë nuk ka, pra thënë, është një metodologji komplekse dhe në momentin që kur flasim bashkë unë nuk bëja asgjë më tepër, vetëse mundohem të jem, thënë, sa më i gjerë në analizë, pra të jem, si thua, të afroj modelit të Herodotit. Pra mund të themi që Herodoti është dhe modeli im. Pra modeli im në shkenca sociale, modeli im në analizë dhe do merrem me Herodoti sepse është një autor, pra që është edhe babai, por është edhe i kundërshtuar, i anashkaluar dhe i nënvesuar në mënyrën më maksimale. Sulmet e tij kanë nisur thënë shumë, por pra nga Tukididi, cili i kundërvije për metodologjinë, pra që ti nuk merresh me të shkuar, duhet të merresh me tashmen, pra mundohen të kundërvijen dhe këta kanë arsye, nuk është se nuk kundërvijen kot, pra ka kundërvendje Jonian me Dorian. Dhe po të shohim Herodotin, Herodoti është shumë i saktë, shumë i drejtë, neutral, mundohet të bazohet historianëve të vjetër dhe çka interes për neve sonte mbi Herodotin dhe mbi historinë e vjetër do t'i themi pra që na takon në veç në lidhje me ne direkt. Dhe ajo që është shumë interesante është fakti që Herodoti thotë i bazohen historianëve lidian dhe përmend për shembull Xantho, pra një historian i shekullit të 5, pra edhe Herodoti pra që mbahet si babai dhe ai ka baballar janë lidian. Dhe Herodoti pra është vini e familje pasur, do të kaloj një pjesë të madhe tjetër të tij pra në Egjipt, Babiloni, tek Persët, në Athinë, në Samos, pastaj do shkoj në Thuroj në atë është një Thuroj është një qytet site ta thon greke, por është Thuroj është një site doriane dhe jo joniane në Kalabri. Dhe Herodoti pra e nis tregimin e tij, sigurisht e nis me luftën me persët dhe fillojnë me mbretin e sardëve ose të lidianëve, pra e fillon me Kresusin dhe që është në luftë me Sirusin II. Dhe flet kryesisht për betejën që bën në vitin 547 që Kresus i kundërvihet persëve, pra e shikon që persët po avancojnë, po fuqizohen dhe Kresus është mbreti i lidianëve dhe kryeqyteti është Sarda dhe ai e trajton Kresus me shumë adhurim, me shumë
pra e trajton si njeri shumë të pasur pra si shpiksi, pra Lidian trajton si shpiksi të monedhave, të monedhave të arit, si njerëz të muzikës, të njerëz të qefit, njerëz të avancuar dhe neve çfarë na duhet në raport me Lidianët. Pra Herodoti thotë që nga Lidianët, pra Athina ka marrë monedhën, ka marrë veshjet, pra veshjet i thotë i ka marrë nga Lidianët, Lidianët, Gjergj, po, nga Lidianët. Lidianët në cilën zonë kanë banuar nëse i referojmë hartës së sotme, dhe të lutem pak më afër mikrofonit sepse dëgjohet zëri shumë larg. Pra Lidia është në zonën pra përballë, pra siç jemi në Dardanelle, pra pjesën e përballë, pra përballë Evropës, pra krahun tjetër. Pra në Turqinë e sotme, në qendër. Në Turqinë e sotme, aty ku është Stambolli sotëm, apo jo? Po jo larg, aty ajo zonë nuk është larg. Dhe Lidianët do të ishte mirë që me fjalë që të bënim edhe një ndalesë për Lidianët, pra çfarë janë Lidianët, Frigianët dhe çfarë janë më poshtë është Cilisia ose Likianët, Pamfilia, Menesia, pra. Po mirë, me qënë se, Gjergj, me qënë se ne do t'i sqarojmë to, do t'i marrësh çik me radhë, kush janë jo vetëm Lidianët, po edhe Dorët, edhe Jonët, edhe të tjera fise që kanë lënë gjurmë në histori dhe që Herodoti ka përmendur. Cila është etnogjeneza e tyre dhe cila është lidhja e këtyre fiseve me vendet ku aktualisht kur ata dikur kanë jetuar dhe tani me ndryshimet e reja, domethënë. Po, thelbi analizës që na intereson te Herodoti është pra ndarja që bën ai në dy etni, pra Dorian dhe Jonian. Dhe kuptohet që Jonianët i shohim në shekullin e 5 para son në Athinë, por Jonia është një zonë, pra thonë më poshtë Lidis, është Lidia, Jonia, Karia, pra midis Lidis dhe Karis është zona e Jonianëve. Dhe Jonianët kanë, kuptohet, dhe në ishuj dhe aty kanë 13 qytete, pra Halikarnas, Milet, pra kanë Hios, Samos, edhe Athina futet tek, pra është e përzirë Athina, por Jonian dhe Dorian, dhe kemi sipas Straboni kemi 13 pra qytete joniane, ose rreth 20-25% të zonave joniane, dhe kuptohet që banojnë edhe midis Dorianëve. Nuk është se Dorianët i mirëpresin, i trajtojnë mirë, nuk janë, kuptohet që nuk kanë frikë nga ata, sepse Dorianët janë shumica. Pra nëse janë 75%, 8%, 7% nuk kanë frikë nga ata dhe nuk i shohin me frikë. Dhe i shohin si thua edhe si degëzim të tyre, pra Dorianët njihen si pushtues, pra që vinë dhe shtyjnë lelegët ose pelazgët. Pra zona e Peloponezit ndryshe quhej edhe Lelegia ose lelegët. Pra e gjithë Greqia sot me quhej Pelazgia, po kjo zonë kryesisht quhej lelegët. Dhe lelegët janë pra ata banorët e Kretës, banorët e Karis, pra lelegët Rodosi, Kreta, Karianët, Peloponezi, Peloponezi pra popullsi lelege ose lelekët. Lelekët janë pelazgët dhe quheshin lelek për shkak të veshjes së tyre me, pra siç kemi atë fustanell dhe veshjen tonë të bardhë, quheshin ndryshe quheshin edhe lelek ose të bardhët me veshjet e tyre fustanell të bardha. Dhe kjo është pjesa për, pra kemi lelek këtu dhe kemi dhe Lidianët. Lidianët dhe Frigianët, sipas Herodoti, që Herodoti i referohet Zantos, pra Zanto është një autor më i hershëm, pra është Lidian, dhe Lidian kanë pra gjuhën e tyre, alfabetin e tyre, monedhat, dhe ata janë thot me origjinë thrakase, pra janë thrako, kemi të bëjmë pra një grup thrakas dhe një grup pelazg, pra Thraka, Lidia, Frigia, Menesia, dhe krau tjetër perëndimor, pra është pra qendra dhe lindja është Thrakase, pra kufili përballë Thrakës,
përballë për Bullgarisë sotme dhe krau tjetër, pra qendra dhe poshtë, pra thënë është Perëndia Antalya, për shembull sot ku themi është Antalya sotme korrespondon me atë që quhet Kilikia ose ndryshe Likaonia. Dhe Herodotin neve sot do t'i përshëndrojmë faktin që ai këmbgul shumë tek ndarja jon dhe Dorian. Pra ai ka një preferencë për Dorianët, pra për Dorianët e Peloponezit, sepse thot janë më të organizuar, më të saktë, mbajnë më shumë fjalë, këta janë më furbo, pra janë. Këto që themi sot për grekët, për jonianët, pra ai ka konstatuar që atëherë, pra të njëjtat gjëra që ka thënë latinën brapa, që themi dhe neve që shiko këta janë më furbo, janë më të hedhur, më thënë që nuk mbajnë shumë fjalë. Pra ato Herodoti i ka trajtuar pra këto ndarje. Dhe Herodoti për shembull i quan jonian, pra ato qytetet joniane, thot emri kanë jonian, por në fakt nuk janë jonian, me fjalë që janë dorian të kamufluar në janë, më shumë ka ngel emri Jonia se janë jonian, sipas Herodotit, nuk ka ndonjë interes të gënjej. Pra ka lindur në një zonë pra ku ka edhe jonian edhe dorian, ka ikur për shkak të një konflikti, pra që ishte një diktator aty dhe shkon në Samos, pra shkon në ishull që ishte jonian, pra qendër joniane. Qëndron disa kohë, pastaj në Athinë, pastaj në Thuroj në Kalabri dhe quhet ndoshta shumë herë quhet edhe Herodoti i Thurojit. Pra fakti që Herodoti anashkalohet, sulmohet nga shumë edhe nga autor latin edhe nga Tukididi, pra i kundërvihen sepse nuk janë dakord me ato që thot, por ai është shumë i saktë, pra përshkruan historianët e vjetër, historinë e vjetëve. Ku përplasen këta mes njëri tjetrit? Në cilat teza, në cilat histori që tregojnë? Jo, këta përplasen më shumë sepse e quajnë Herodotin, e quajnë së pari barbar, e quajnë mik të barbarëve, e quajnë armik të jonianëve, e quajnë jo neutral, në fakt është e kundërta. Ai shumë neutral, është shumë i gjerë në analizë, është shumë i plot. Po mirë. Pra i kundërvihen. Një sekond, sipas këndvështrimit tuaj me aq sa keni kuptuar, çfarë ndryshimi kanë jonianët, dorët dhe barbarët me njëri tjetrin? Çfarë gjuhë flisnin këta? Shiko tani, jonët janë degëzimi jonë, se nuk mund të themi ndani që nëse themi ne theon, theja, theon, theos, kleo, kles, valizo, valzo në greqishtën e lashtë. Pra ku themi greqishtën e lashtë është druos, pra thjesht një os, pra një nga Doriani tek Joniani i vjetër ose tek Krishtia e vjetër, thjesht kemi një dialekt të shqipes asgjë më tepër. Pra pristin të njëjtën gjuhë po me dialekte të ndryshme. Jo më një dallim shumë i vogël, më thënë një on, os, dru, po, me pak dallim. Shumë pak dallim. Pra on kryesisht aja tek Athina tek ata bëhet e. Aja eja bëhet i. Pra dallimet të vogla me fjalë, nuk ka ndonjë. Si dhe sot në shumë treva shqiptare që ka të tilla gjëra. Ndryshe Korça, ndryshe Gjirokastra, ndryshe Tirana. Eksakt, por ata jonët kuptohet që janë i afrohen degëzimit të jugut, pra thënë kanë një siç e ka Gjirokastra jonët, kanë një siç e ka Çamëria, pra janë ky lloj, janë ky, pra si thua është si më shumë një variant i toskërisë se sa një pra është mbas toskërisës vjen jonistja. Pra i bashkonte të paktën gjuha e folur, kishin të njëjtën gjuhë. Si dorët, si jonët, edhe barbarët. Dhe ky tani thotë që këta që nuk janë barbarë, po ky thotë kështu që çfarë thotë Herodoti, që nga Lidianët kanë marrë, sipas thot Zantos, kanë marrë lojrat olimpike. Pra lojrat olimpike Lidianët kishin 2800 vjet më parë. Monedat prej Flori kishin 2800 vjet më parë. Gjuhën e shkruar e kishin. Karianët kishin formën e tyre, alfabetin e tyre. Karia ose popullsia Pellazge, pra më poshtë i thon perëndimore dhe jug perëndimore, pra kishte një tjetër alfabet,
kemi fjalë për shembull që ti themi nuk është ndonjë Shiko, arma. me qenë se përmendëm barbarët, dua të theksoj këtu që barbaru quajtën një grup njerëzish, ose jo një grup, po një pjesë e konsiderueshme e njerëzve, e popullsisë, ose e qytetërimit të atërshëm, që nuk pranoi ligjet që u vunë në një pjesë tjetër dhe jetuan sipas rregullave të kanunit. Pra nuk njohën ligjet që u vunë për shembull në Athinë apo në Teb apo diku tjetër. Ligjet që i kemi dhe sot, sepse fjala ligj vjen nga i lig, ligjin e bën i ligu. Kështu që ne kemi qenë më të barabartë, kemi respektuar një tjetrin në mënyrë të rregullt dhe të shumë të drejtë, kemi patur më shumë drejtësi dhe më shumë civilizim se sa ata që ne na quanin barbar. Dhe sipas tyre barbarizmi që ka diçka e keqe. Problemi i Herodotit është që barbar, Herodoti quan edhe persët, pra barbar quan të huajt. Dhe për Herodotin barbari është më i civilizuar dhe më i avancuar se sa joni. Pra këtu është të thënë që këta kanë marrë për shembull barbarin e kanë transformuar në krahun tjetër. Por në fakt ai thotë që çdo gjë këta kanë marrë, Athinë thotë çdo gjë kanë marrë nga lidianët, kryesisht dhe një pjesë nga karianët, pra veshjen, dhe ky jep një detaj shumë interesant, përplasje thotë midis jonianëve dhe dorianëve në Athinë. Dhe thotë që Klisteni është viti diku 500. Dhe vetë fjala shqipja e thotë shumë mirë, barbari, barabart është e njëjta gjë pothuajse. Ose bën bër, si ka mund të po jo, bër nuk ka lidhje ajo, po bër bëjnë të gjithë, po problemi është kush është i barabartë. Kështu që në konceptin e tij ishte barbar, ishte ai si thosh që ishte një gjë që nuk e merrte vesh, jo se ishte në këta kanë transformuar dhe ky jep shembull që Herodoti që në Athinë Klisteni thotë ndalon që ndalon që të veshja tunika joniane, ajo veshja e grave e bardhët joniane, që vinte nga karia ose që ishte quaj joniane, mos të përdorej më. Sepse thotë ky si duket preferon ato thon zakonet grupin pellazge. Pra kemi në Athinë një përplasje pellazg me jonian. Pra ai e sjell përplasjen pse ellën jonian do vendosin në Atik dhe situatë do të bën në atë kohë mazhoritar në Athinë, siç duket, ose ka ndodhur ndonjë tërmet, ose ndonjë pestë e madhe, po një diçka ka ndodhur, por gjithsesi ata edhe rikthehen dhe Klisteni ka dhe mbështetje edhe nga Sparta. Pra kuptoj që thon si dorian ishin spartanët, kuptoj që edhe ndërhynin, pra nuk këta ne kanë paraqitur historinë sikur jonianët kanë dominuar. Në fakt jonianët janë vazhdim gjuhësor, kulturor dhe gjithçka e kanë nga dorianët dhe ta kanë bërë të kundërtën. Pra shohim që librat e Zanthos, pra autorit që referohet, nuk gjenden, gjen disa fragmente, por këto fragmente janë interesante, sepse tregojnë, pra është fragmente pra që tregojnë që nga vinë Strakasit, nga janë karianë, kanë alfabet tyre, pra kanë gjëra shumë interesante. Dhe duhet që të ndajmë pra kush janë lidianët, karianët dhe si do t'i ndajmë. Pra për t'i ndarë, pra jo vetëm kjo analiza dhe faktet e Herodotit dhe të Zantho dhe të tjerëve, por kemi element gjusor. Pra kemi hyria quaj ndryshe ose hyria quaj Epili. Pra kishim edhe hyria qytet në Thrak, kishim hyria qytet edhe në Kiliki ose në Likauni. Pra kemi Kauni në Epir, Likauni aty. Kemi Parga në Epir, Perga aty ose Pergamo ose në Itali Bergamo. Pra kemi Janina në Epir, kemi Janina në Likauni. Pra kur kemi këto emra, edhe fjalë, për shembull aty gjejmë fjalë arma, këto emision gjysor ta trajtojmë një herë tjetër, por kur gjejmë edhe fjalë, pra lidiane që janë me qindra njësoj si shqip sot. Lala, fjalë për shembull silisiane, ormis, arma, pra janë 100% shqip, nuk ka ndonjë ndryshim. Dhe kemi
kemi edhe popujt e detit. Duhet sqarojmë kush janë popujt e detit dhe kur hyn popujt e detit në Azinë e Vogël. Popujt e detit quhen popuj pushtues që vend 3200 vjet, 3300 vjet më parë, që ndoshta mund të korrespondon dhe me luftën e Trojës. Po më para se të kesh shkuar aty, ishin hititët. Hititët po ashtu kanë 4800 vjet dhe 3300 vjet aty janë popullsi vendase. Dhe aty kemi qytete hitite për shembull që quhen Menbie, Nesha, Ura, me Miranda, pra kemi emra shumë të prafërt me gjuhën shqipe. Me emra që përdorim me sot. Po, për të kuptuar ne edhe do bëjmë mision tjetër për këtë nga ana gjuhësore, një herë tjetër të shkëlqoj sakt, por sot do flasim nga historike vetëm lidhjet. Pra hititët 3600 vjet më parë kanë sulmuar Egjiptin, Babilonin, Sumerian, gjithë kanë marrë merat, pra. Mbas atyre kanë mbas 200 vjet se ka sulmuar prapë. Pastaj vijnë popujt e detit. Dhe popujt e detit quhen në burimet egjiptiane quhen Luka. Luka korrespondon me Kilikia ose me Likaunia. Dhe ka një detaj shumë interesant. Popujt e detit, pra që quhen ndryshe edhe filistinët, pra filistinët do vendosen në vendin e Kananëve. Dhe në Kanan, pra kemi Erihoj, kemi Filistin ose Palestrina, kemi Pella. Erihoj, kush është Erihoj, është edukati i sotëm. Palestrina thot Cezari zbrita në Palestrinë, në Epir, pra Palestrina është palasa e sotme. Palasa. Pra ne kemi të njëjtat emra që kemi në Epir, pra ato që kemi aty i kemi edhe tek Filistinët, pra tek Palestina sot, ose që i shqyeshin para Kanan, pra vendi i Kananëve. Kananët para se të ishin aty kishin qenë në më para në Babiloni. Dhe lidhja Kanan plus Filistin ka dhënë Fenikasit, që janë po ashtu një degëzim i shqiptarëve. Pra, për një kuptoj përzije me semit, popullsi semitike dhe shqiptare, dhe ka dhënë dhe kemi, për shembull, kemi Finiqi në Sarand, kemi Finiqi në Tep, kemi me 10 qytete fenikase në Liban, kemi me 10 në Algjeri, në Tunizi, Sidon, Tir, dhe emrat që nuk... Gjithandej në përmes dhe, kryesisht në përmes dhe. Po, në mes dhe, sidomos detar. Ishin detar, morën alfabetin nga Pellazgët, morën dhe ato detarin nga Pellazgët, dhe formuan një sër qytete në Spanjë dhe në Portugali. Pra nuk hasën rezistencë, pra këta u pranuan pa problem. Do të thonë që ishin vëllezër të tyre. Se si edhe ju më që thonë që të kishin Finiqi ata dhe thënë dhe te pa problem. Ishin të njëjtat njerëz. Po. Të njëjtat njerëz. Dhe popujt e detit, pra popujt e detit e shkatruan, pra si thua ose u përzihen me hititët. Se po të shofësh Nesha, Kanesh, si që ka mund bimi sot Nesha. Por, më e rëndësishme është që te hititët, ADN-ja ka treguar këtë, që hititët kanë ngjashmëri në ADN me shqiptarët, me grekët, me dacët, pra me rumunët, dhe me italianët. Kështu që tani, pra kemi vazhdimsi genetike, vazhdimsi gjuhësore. Dhe na dalin për shembull këta si ky historiani i madh jon gjytar që na thonë që ne Shqipja u krijua në shekullin e 5 dhe 6. Po lere më atë. As mos ju refero fare, po hajtë më. Po s'ka përmend një fare të emrin atij se ka një. Lere në fatin e tij, s'ka problem. Na pisha të thënë. Dhe tani fjalë lidhjare kur i trajtojmë herën tjetër, që se mos të prapim janë 100% shqip. Fjalë karia. Përveç karianëve janë më tudi janë edhe pamhylonia, pra ngjitur mbas karis, pra është likaunia ose ylkaunia, dhe kemi
tek Cilisia, pra tek Likaonia, kemi monedën e tyre. Moneda e tyre çfarë thot? Është shqiponja, ujku dhe par lapan. Pra, par lapan. Pra, lap. Tani mund të gënjejun, por moneda nuk gënjen. Mund të gënjen historianë sot, por moneda nuk gënjen. Pra ne kemi monedat, kemi epigrafin që nuk i lënë ata jo të bëjnë, pra që duhet të hedhin poshtë Herodotin, ta tallin, ta anashkalojnë, ta nxjerrin si dytësor, e ta transformojnë gjithë historinë që nga Herodoti edhe neve. Por nuk do arrim të shkëllimi sepse ne po i dekodojmë dhe po i nxjerrim gjithë atë mashtrimin në skenë. Dhe kemi tek Herodoti, tek Xantho thotë që Karianët dhe Pamhylonia janë vlezër. E di si i thonin Pamhylonia pra Baskaris diellit? Baba Yll ose Babel. Dhe kemi Babiloni ose kulla e Babelit. Bab Ylli. Bab Yllin, Babiloni. Në Babiloni. Pra i bie që popujt e detit dhe hititët ti kanë pushtuar. Fakti është që egjiptianët thonë na kanë pushtuar. Pra, ku thotë i fliste shqip, nuk fliste e gjitha shqip, por paria. Pra, i kanë vajtur për shembull dhe i përzuan ata për shembull 200-300 vjet, ata thënë i dominuan totalisht egjiptianët. Pra, shkatruan si Egjiptin dhe Babilonin. Dhe paria tyre kupton që fliste shqip. Emra flasin për shembull Babel, Bab Ylli. Pra Bab Ylli këtu dhe Bab Ylli atje, pra thënë si arritej Bab Ylli atje rastësisht. Fiks. Pra el edhe tek hebrejt el edhe yll. Pra si dolja i dielos. Delos është ishulli i diellit. Tani e kapim nga ana pra çtot Herodoti për dallimin midis mitologjisë. Pra çfarë besojnë dorianët, ka i ndan dorianët besojnë të gjë dhe jonianët të gjë. Pra dorianët do ta i besojnë për shembull tek Zeusi. Këta kanë Apollonin tej. Pra njëri ka Apollon, tjetri ka Poseidon, tjetri ka Artemisën. Pra Epiri ka Artemisën, ka Zeusin. Pra pelazgët ose lilegët, pra karianët janë popullsi lilege, janë popullsi pelazge. Dhe këta dhe Thraka, Lidia, Frigia, Neonia janë popullsi thrakase ose geg. Dhe liga që quhet liga e trojanëve janë Dardani, pra Alati Kusor Dardani. Por, po të marrim mbretërit e Lidianëve, si quhen Ardi, Dardani, Agroni, Sarda, në qyteti quhet Sarda. Tani më shqip dhe më gegnisht dhe më Dardani, se sa kaq nuk ka. Pra Dardani mbreti ngushtisa Dardanele. Hylli këtu në Iliri. Hylli ishte mbreti deti quhet deti Hyllirik. Këto janë haktat, nuk i shpif fund. Ishte Hadrianët, pra populli Hadrianëve, deti Hadriatik. Pra është deti im, pra unë e quaj si më do qefi mo, sepse unë i bëj detrat, unë i zotroj, unë i quaj. Pra këto nuk gënjen. Kush ka dyshime se Sarda nuk është shqiptare, atëre Sardika quaj Sofia e dikushme. Dhe Konstantini në vetin 318-324, në Sofjen e sotme Sardika, basi e bëj kryeqytet Shkodrën, Durrësin, ose atë Mitrovicën e sotme. Pra bëj Sardikën dhe mbas Sardikës e çoi në Konstantinopol kryeqytetin. Pra e çoi te Sarda. Pra rastësisht e kjo. Sarda këtu dhe Sarda këtu. Sardenja. Pra kemi tek Filistin, kalojmë tek Filistin, kemi shumë Pella. Kemi dhe Pella në qytet në Maqedoni. Pra popujt e detit i bie që t'jenë Thrako e Pirot, që kanë
që kanë pushtuar Azinë e vogël, dakor? Emrat hyria në detën e zi, pra në Frak. Hyria është Epiri. Hyria qytet në Kiliki ose Likaoni. Po, Pra këto emra. nuk ishim se ta pushtonin, ata ishin banor aty, banonin vetë. Megjithatë, të gjitha këto janë sipas këndvështrimit të Herodotit, gjithçka që the deri tash, apo jo? Herodoti mbi këndvështrimin edhe të mpashëm të Xantho. Pra nuk është vetëm Herodoti, pra janë disa autorësh, Herodoti, Xantho, kuptohet që aty hyn në Strabon e tjerë, po ne do merrim me ata që janë fillestarët, pra ata që janë më të hershmit. E baza. Ne bëjmë të baballarët. Pra baballarët e historisë janë shqiptar. Pra është Dorian Herodoti. Dakor? Herodoti, heroin të thot. Dakor? Është Apolloni. Pra Xantho thot që Apolloni dhe Orfeu janë të thrakasve. Pra edhe kemi edhe tek Lidianët. Pra Lidianët janë, pra kanë Apollonin, Orfeun. Pra kanë bestynit e tyre. Orfeu që më thuash Orfeu ose Feja, Orfeja, e kemi Feja sot Shqip. Ke qytetin në Kari Efez. Pra Efes. Pra rastës janë këto. Po. Pra gjendikisht, po, nga ana gjusore do t'i shohim, po këto janë historikisht. Tani, Herodoti ka një përshmim për jonianët, e para punë thot nuk ngrën peshë, janë pak thot nuk ngrën peshë që të përballen me persët, po tregon një detaj që thot u bën thot bashk me persët, sulmuan sithët, me thot sithët ishin slavët që janë në Ponti, në Ponti zonën e Rusisë. Dhe kur vajtën atje, sithët thonë që bëni me neve t'ju kundërvjemi persëve. E drodhën thot Herodoti, siç e kanë grekët. Dhe më mbrapa, ju vetë që ja futën dy palve, përqendruan dhe aty në pont, nuk lëvizën më nga ponti jonianët. Po. Ka tregon një detaj me vetë skithët, çfarë janë skithët vetë? Skithët janë ata që themi rusoj, ose më saktë rusoj është popullsia skandinave e vendosur në Kievin e sotëm. Pra janë popullsi me origjinë skandinave dhe të përzirë kuptohet dhe me ca tatar, me mongol, dhe kjo është që përta rusët e sotëm. Pra nuk janë rusët popull slav, është një popull nordik, dhe ata për shembull kanë për shumë fjalë të ngjashme me neve, për shembull pjasën për shumë fjalën jur, lura, jura, pra ur dhe ur ishte ose gura që themi shqip, ur ishte dhe ujë në. Pra skithët kanë qenë popull i ndryshëm nga popujt ilirik. Kanë qenë popull i ndryshëm. Jo, është shiko, sithët, po ta marrim sithët, janë popullsi që fillojnë dhe vendosen 7.000-8.000 vjet në Norvegji e Suedi, por është degëzimi i pastër, i lirë të pastër, pra i lirë bjond. Grupi H, grupi I, pra ja këtan i lirë bazë. Të pa përzirë me grupin e më tjerë më vërë. Pra janë i lirë bazë, janë prezitant historikistë. Nuk janë popull tjetër. Po këta pondët, çfarë lloj popullsie janë pondët? Pra kuptohet, pondët janë, kuptohet që aty ka grup hilirik, pra që janë vetë përzirë, po qyesisht, por nuk janë edhe fjalë, ke shumë fjalë që janë të ngjashme dhe gjuhën e sithëve ose slave, që themi, se slavës sklav ose serbës shërbys. Si kemi qenë neve. Slavizmi ka dalë shumë vonë në histori në fakt, po. Po. Dhe Herodoti tregon dhe detaje tjera kur një mbret i jonëve vjen dhe i kërkon këtij mbretit të Lakedemon ose të Spartës, i kërkon ndihmë. Thot hajde më jep ndihmë. I thot nuk t'i jap ndihmë, i thot nuk t'i je i besueshëm. E ke parasysh? Vetë ka Athina jep ndihmë dhe Athina jep pak ndihmë thon pjesërisht për të kështu sepse thot një herë që qenë me persët, tani mund të jeni kundër dhe nuk ka ndonjë simpati për Herodoti për jonianët. Dhe se si u transformoi historia dhe nuk gjenden librat pra të lidianëve
Dhe por nuk janë librat, por monedhat këta kanë shpikur, lëndë repike këta kanë shpikur. Pra mitologjin këta e kishin. Pra ku themi jonianët morën civilizim, zhvillim, i morën thonë, e morën alfabetin nga Fenikasit. Fenikasit nuk ishin që tjetër vetë se një degëzim i pjellazëve i përzirë me Kanan. Pra që mund të keqen edhe hitit, mund të keqen edhe popullsi semitike ose hebrejke. Pra ata nuk kanë marrë asnjë gjë, ata vetë morën dhe morën zhvillim nga pjellazët ose më saktë nga epirotët që shkuan në Palestinë. Dhe sot e kësaj dite po ta shohim, palestinezët nuk i do njëri as arabët, as hebrejt, sepse nuk janë popullsi as hebraike, as arabike. Pra popullsia nga epir janë pellazik dhe kanë kulturë tjetër, kanë këngë tjetër, janë me kalimin e kohës, janë arabizuar në gjuhë. Pra nuk ngjisin. Nuk ngjisin tek vendi ku janë. Jo, nuk kanë alata, ata të shkëllë janë palat. Prandaj po thënë po vuajnë. Janë palat dhe janë popull thënë, është pjesë e popullsisë thënë të më të lashtë që ka shkuar atje nga zona jonë dhe emërtimet e vendeve, emërtimet e qyteteve, Tir, Sidon, shumë emra pa duke si Shqip. Edhe Aleksandri ku shkoi për shembull në Libi dhe u fal në një templull atje, për shembull, pra i merrte me respekt, por siç duket ndoshta tempulli ka qenë edhe një tempull Fenikas dhe pjesët e kaluarës tonë. Dhe po ta shohim luftra e tretë iliro-romake, kemi Epirin, Maqedonin dhe Kartagjenën, pra Fenikasit, alat kundër Romës dhe Epiris lart dhe Iliris lart, pra dalmatët. Pra kemi luftë kryesisht shqiptarë dhe po ta marrim gjë. Dhe këtu shqiptarët duhet ta kuptojnë që thonë që cili është ndikimi jonë dhe cila ka qenë hapësira jonë dhe çfarë është historia jonë. Pra nuk i kemi dhënë për shembull Antalias që është si thua Atila ose Anadol, por është mbreti Atila dhe kuptoj që është një emërtim hitit. Kemi Pergamo ose Bergamo. Pra të njëjta gjë si në Itali, në Shqipëri, në Parga, pra e njëjti emërtim. Kemi emërtime të ngjashme. Kështu që çfarë mund të thoja tjetër për pra Likaonia, kuptoj që ishte një zonë egër që përmendet, pra thënë populli Luka, pra përmendet edhe nga tabletat ose nga shkrimet egjiptiane, pra ishin shumë luftëtar të fortë. Nuk ishin kuptohet që kishin edhe njerë Athina u orvat që çonte atyre ndoshta ti pushtonte ti kërkonte kështu tip haraci ata sa vajte dhe i vrapë dhe nuk i falë, pra nuk si thua kishin marrëdhënie shumë të vogla, shumë të pakta, ato tregon Herodoti që Athina me Jonin kishin marrëdhënie shumë pakta. Por këta në histori thonë Jonia, Greqia e Madhe, Greqia, thonë po cila Greqi. Pra tjetër gjithë Herodoti dhe këta më thënë i arsunë Herodotit që ta ulin dhe shumë pak e përmendin, ose dhe t'ja transformojnë dhe t'ja tjetërsojnë. E kanë manipuluar historinë shumë. Meritat dhe... E kanë manipuluar shumë historinë Gjergji dhe normal që sot kemi një histori të cunguar dhe për shkak të këtyre manipulimeve dhe me gojen e shumë autorëve flasin autorët e rinj të cilët e bëjnë historinë sallat fare, ndaj dhe janë këto gjëra jo stabile në Ballkan, sidomos kur ka gjithmonë përplasje, sepse kur nuk gjithë olla. Kemi teorinë e Dorianëve dhe Jonianëve, pa dorët, kuptohet, ti e ke parasysh që dorët, për shembull, një mbret i dorëve quhej Agimi. Tani Agimi çfarë? Emër çfarë është Agimi? Apo. Po. Dorë është në dialektin jonian. Pra dorët nga Thesalia vinë shtyjnë në legët ose pellazgët nga Peloponezi. Këta shkojnë në Kretë më tudi e ke parasysh dhe pra vetë pushtimet doriane nuk janë gjë tjetër vetë se një konflikt i thuash Geg me Tosk. Me
këtë rast me tos, me leg në këtë rast. Nuk kemi të bëjmë për shembull dhe nuk jemi sigurt një që ka dhe luftë troje, por një gjë që është sigurt që tabletat hitite që janë me mira dhe kanë kuptohet një shkrim pra një shkrim dhe cilëzim pra 3800 vjet më parë dhe hititët ka filluar të instalojnë aty 4500 vjet ose ishin vendas dhe përmendën dhe Pellazgët. Pra 4500 vjet dhe ky na përmend ky historian i madh ky si ka ky që ka një emër të çuditshëm ky nga stos shqitar shekulli 5. Ata kishin gjuhë të formuar, pra kishin fjalën për shembull ura anda, qytete anda, biles anda i hasim edhe tek si çdo gjë në Shqipëri edhe akademia është e kapur, nuk kemi çfarë bëjmë. Jemi edhe tek Persët kemi qytete me mbrapashtesën anda. Pra si themi neve shumë Saranda. Tek dorianët, pra në të bëhet tek dorianët, pra tek shqiptarët në të bëhet d. Kurse tek jonianët on bëhet os. Gjatë të vogla, dallime të vogla dhe këta i kanë dhënë proporcione me fjalë manipuluese dhe nuk janë ndalur, por ka dhe një gjë që dhe neve interesi jon për Azin dhe për hititët ka qenë shumë i vogël. Pra hititët quhet si populli i parë indo-europian. Pra edhe neve ne si dhe shqiptarë dhe si thua jemi biles. Kur ti ke emra për shembull Anita. Po kupton? Anisa, Anita. Breti Anisa, Anita. Këta kemi trashëgimi nga hititët telo. Hititët janë mbas lidianëve, pra Lidia si thua është si nga Anadoli e larta hititët ishte perandori hititët, nuk ishin një popull do si do, pra ishin deri tek Kananët, pra shtrieshin gjërë, hititët kishin një shtrije të gjërë, i nisën si civilizim dhe ajtën si perandori, pra hititët, asirianët, babilonët, egjiptianët, pra këta ishin ata që dominonin. Dhe ishin hititët që sulmonin, nuk sulmonin ata. Hititët shkojnë deri në Egjipt, hititët e Pellazgët 4500 vjet, kurse ky historiani që ja përmendem ky, Dava historiani thotë, Shqipja thotë në shekullin e 5 dhe 6. Te emision tjetër flasim që kur është shkruar Shqipja, lidhjet gjuhësore fjalë për fjalë me qindra fjalë, hitit, lidian, merr me fjalë, vetëm me fjalë, vetëm me etimologji, jo vetëm që po me fjalë. Çfarë si ishin dhe si janë? Si ishin atëherë Lala edhe Lala sot. Anita atëherë, Anita sot. Nuk kanë ndryshuar. Dhe tregon dhe kokforcin dhe ruajtjen e kësaj gjuhe me çfarë kokforcie që këta tanë sot ta e shpërfillin, e tallin, e shpërbëjnë. Pra këtë identitet me mira vjeçar, pra aty dallimi, vetëm dallimi është që ata kishin që shkruan me hieroglife, po me hieroglife kishte edhe kret. Pra ka lidhja kret dhe hitit. Pra 4000 vjet, ata që quhen për shembull Minoenë e tjerë. Minoenët nuk ishin popullsi jonike. Nuk ishin si thua, nuk kanë civilizim jonik. Pra ishin popullsi që kanë lidhje me Pellazgët. Pellazgët flasin për 4500 vjet, 5000 vjet, 6000 vjet. Pra nuk është një popullsi që flitet nuk flitet për flasin për mure pellazike. Dakor? Po. Në fakt edhe minoanët kanë jetuar në Kret, apo jo? Në sa dim, a? Po, është civilizimi tyre është në Kret, kështu që duke bërë lidhje pra që Kreta, Rodosi, Karia janë një njëjta popullsi, një civilizim. Nuk folën për shembull edhe për vallet dhe këngët, si thoshte Zanto për shembull si vallëzonin këta. Pra vallëzoni thotë kishin valle ciklike, kishin vallën e shpatave, dhe Spartan ndoshta mund të vijë edhe nga valli e shpatave, pra që vinin vallëzonin edhe me shpata, thotë që kishin valle ritmike, kishin thoshte frigjianët kanë shpikur muzikën, lidianët kanë shpikur, më thënë, po lidianët thotë janë
si thua, ndoshta më të trisht, kurse këta frigasit janë më të gëzuar. Ndoshta mund të jenë për shembull, si thua tani që thon ato këngët me ajo që bëhen me kujë ose me vaje që bëhen sot për shembull në ose ajo mortit që bëhet në Dukazhin. Pra, kështu i përshkruar, thonë që atëherë, thonë, pra ne kemi këto tradita të pandryshuara. Nuk të kemi veshjet, kemi tradita, pra kemi në një kom me, thot, valle ciklike, ritmike, që këto kërkojnë një emision, që të bëjnë një emision për këngën labe, për Tuki Didi Nësi, për më të gjithë, një emision tjetër për këtë, veçanërisht për këtë dhe për... Po, gjithsesi, kjo lidhje është për shembull që ne kemi anashkaluar dhe thoshte kjo historia një si Arveler, thoshte që unë u bëra pashë nga lart, kur kalova një pashë në pojë dhe qava. Arveler i qau, po një gjithë që rakonte asaj, s'është historia e saj. Po ç'do të bëjmë neve kur ai kanë? Pra që neve në kanë marrë, nuk në kanë marrë historinë, pra në kanë marrë, pra tabletat, hitit e thonë, Willusa. Dakor? Por, aty ishte një popull para, hititëve ishte populli Hati, dhe qyteti tyre quhej Hatusa. Dakor? Si ka mundësi që kjo qytet, edhe kjo Willusa, pra Illusa, Ilion ose qyteti Diellit, pra Hati, pra ne kemi fjalë hitite dhe nga populli Hatit, pra para hititëve ishte aty populli autokton që quhej Hati. Dhe Hati është fjalë atë, vetëm ne nuk e kemi. Ne kemi atë, pra nuk kanë ndryshuar. Dhe më e bukur është si sa fanatik dhe sa të zhvilluar ka qenë këta që i kanë ruajtur kaq bukur dhe si kanë transmetuar. Dhe dali për shembull ca leshkor sot, e thotë që Shqipja u formua në shekullin e 5 dhe u shkrua në shekullin e 15. Nëse, e tham, nuk ja vlen ta përsërisim prapë, sepse dihet tash kapja e strukturave tona nga lart deri poshtë, ku brenda gjendet dhe akademit të përfshira. Po kemi qytete kemi qytete në tek hititët me mbjem që mbarojnë me anda, ka qytete dhe në Persi që mbarojnë me anda. Pra kemi një fjalë formim të njëjtë. Megjithatë, nuk është ashtu. Si konkluzion, Gjergj, të bëjmë një konkluzion tash të gjithë saj që tham që duke qenë se dhe Herodoti e ka treguar në rrëfimet e tij që ishte e njëjta popullsi ku njerëzit gjenin njëri tjetrin dhe ishte e njëjta gjuhë, a vim në një konkluzion që ne shqiptarët sot jemi një pjesë e asaj historie, të paktën duke qenë se flasim këtë gjuhë që kemi? Ne jemi historia dhe ne jemi minimalist dhe është fatkeqësi që kemi arritur në këtë minimalizëm dhe në këtë mjerim. Dhe Paparigopoulos nuk e përmend shumë Herodotin dhe përmend Tukididin, sepse e di që po të përmendi Paparigopoulos thotë që është Dorian, Paparigopoulos thotë i ndan vetë ai thotë, siç i ka ndarë Herodoti thotë në Dorian dhe Jonian. Dhe Paparigopoulos për mos të bërë autogol, nuk ka rëndësi e ema, thotë gjaku e kemë rështi, thonë, dhe i simasie i ema, thonë, e i simasie i pedhia, pra ka rëndësi kultura. Pra, dhe me shumë, thora, a i me shumë dëshmëri, thënë, i largohet dhe thënë, kuse këta mbasi filloj që thënë që morë Senanikun, grekët bashkëtë me këtufi dhe mbas 1103 ndryshoj po shkëmbi popullsisht, këtu kanë marrë hovë, dhe kërkojnë të gjitha, me që morën teritorit, ai duhet marrë dhe historinë. Dhe tjetër tregon, histori tregon Paparigopoulos, Eleni Arveler, dakor, nuk është pro-shqiptare, po edhe pro-greke nuk është. Pra nuk na thot hapu që është Bizanti shqiptar, po thot e thot me një mënyrë tjetër, Po normal, sepse kemi kaluar kohën e inkuizicionit dhe jemi akoma në inkuizicion. Mos haro se shumë historianë dhe janë eliminuar nga jeta. Mos haro Milan Shuflaj që u vra e shumë të tjerë deri te Aristid Kola tash në 2000. Mos haro se
Propaganda vend vetëm. Disa historian greke kanë pranuar, në fjalë që ka pranuar që jemi pasardhë pellazëve të tjerë kanë pranuar, ne nuk i pranojmë. Këta tanët. Nuk është se Arveler ka thënë që janë Romioj, nuk ka thënë shqiptar, po indirekt. Kjo fjala ne është fjale e madhe, sepse ne nuk na përfaqësojnë tanët. Ne na përfaqësojnë përmes këtyre që quhen tanët, na përfaqësojnë ata që nuk janë tanët dhe ata që deformojnë historinë. Kështu që ky është problemi. Gjithsesi. Është problem që kur këmbët ngatrojnë me kokën, është shumë problem. Kur këmbët i bien kokës. Është problem po. Gjergj, unë të falenderoj. Jo, në fakt ne duhet ta zgjidhim, sepse kjo është një betejë që duhet fituar, dhe nëse ne nuk e fitojmë dhe atë gur që kanë hedhur dikur, pra që ka hedhur Herodoti me ndeshmëri Zanth, pra emri Zanth, çfarë duket emri Zanth? Zano, Alejandro, Zan, çanto, Zakin to, Zanth, çanto. Çfarë ka lidhje me greqishtin këto? Po si? Çka është lidhje me greqishtin? Pra, greqishtja thjesht është një devijim mbas një Po, ajo as diskutoj. Nuk diskutoj. Dhe ishte mirë që neve që thua ndaljen Dorian Jonian, që ka bërë që nga Herodoti, ta mbajmë parasysh dhe ta kemi në optik të tuti, më thënë që edhe Thracasit, edhe Lidianët, edhe Frigianët, pra, vërtet janë nazi, por Antalya, vendi i Atit atje është, dakor? Ati Atus atje është, Likania atje është, dakor? Konja i thonë sot ata, dakor? Kaunia, Konja. Ka një ndryshim në por Anadol. Po, Shqip kemi e thamë dhe radhe parë. Vetëm ne na mungon vullneti, na mungon edhe dashuria, por tani ata që ajnë ta kuptojnë dhe ata që se kuptojnë dhënë. Është çikme e gjerë kjo temë, sepse ata që kanë ndarë botën në shtetet që kemi sot, ata vazhdojnë të mbajnë këtë status quo, duke emëruar dhe në Shqipëri njerëz që e fshehin historinë dhe të shqiptarëve nga vetë shqiptarët. Mirë, unë të falenderoj Gjergj që ishe pjesë e këtij emisionit sot. Sqaruam disa gjëra, jo gjithçka, sepse një emision është një emision dhe përgjatë një emisioni nuk mund të themi gjitha, por mision i rëndësishëm në kontekstin që dhe lufta me si thua me persët dhe kështu, pra persët ishin kundërshtarët tanë, ishin kundërshtarë edhe Bizanti, kishte kundërshtarë persët. Përplasja e persëve me Bizantin ose me shqiptarët i dha favori, i dha një shtytje arabëve. Pra ne duhet t'i marrim këto mësime, këto përplasje, t'i vazhdojmë sot apo t'i evitojmë ke brazysh. Pra si të pozicionojmë ne sot. Pra duke njohur historinë, pra historia na mëson që dhe mos të historia përsëri dhe mos të rigabojmë. Po, fiks. Pra histori është dhe histori e marrëdhënieve ndërkombëtare e thurur nga Herodoti dhe nga Zanth. Pra nga dy pa ditur të kaluarën nuk mund të kuptojnë të tashmen, ajo s'diskutohet. Mirë, unë të falenderoj, miku im, të falenderoj që ishim në këtë emision. Do t'jemi përsëri. Mirë, të dashur miq, që këtu do ta mbyllim dhe për sot emisionin, do ndajmë së bashku. Ju falenderoj që ishit deri në këto momente në këtë emision. Do t'jemi përsëri në herët e tjera. Deri atëherë, kalofshi sa mirë dhe mirupafshi.